Dolce nuk e priste kur këtë ndjesi. Kur e pa Limin dhe Alben duke u përqafuar, një val e fort emocioni e pushtoi. Filloi të dridhej, zemra i rrite me shpejtësi dhe për herë të parë pas shumë kohësh, lotët i mbushën syt. Nuk kishte kuptuar sa shumë e kishte prekur mendimi se mund të kishte diçka midis tyre. Ishte një ndjenjë e çuditshme, një përzierje xhelozie, trishtimi dhe dhimbjeje, e cila i vinte në shpirt pa paralajmërim. Dolce u përpoq ta shtypte këtë ndjesi, por nuk mundi. Lotët rrjedhen dhe një dridhje e lehtë i preku supet. Ai ndjeu nevojën e menjëhershme për të folur, për të kuptuar, për të gjetur një lloj qetësie mes asaj kaosi emocional. Pa i dhënë kohë vetes të mendoj shumë, Dolce u drejtua drejt lëndrimit. Zëri i tij ishte i butë, por i dridhur, lëndrim. Ndodhi diçka që nuk e prisja. Nuk e di si të ta them tjetër veç. Kur pash Limin dhe Alben bashk, ndjeva diçka që nuk e di si ta përshkruaj. Nuk e prisja kurrë. Lëndrimi e shikoi me qetësi, duke kuptuar menjëherë se situata ishte serioze. Nuk kishte nevojë për fjalë të shumta, Dolce po përpiqej të përballonte një ndjenjë që e kishte mbajtur të fshehur brenda vetes për një kohë. Lëndrimi ju afrua pak, duke i dhënë hapësirë, por edhe praninë e tij të sigurt. "Çfarë ndodhi, Dolce?" pyeti lëndrimi me zë të qetë. "Tregon çfarë ndjen. Asgjë nuk do të ndryshojë nëse je i sinqert." Dolce shtrëngoi duart, duke ndjerë një trazim të brendshëm. I pash Limin dhe Alben bashk. Ata po qeshnin dhe pastaj u përqafuan. Dhe nuk e di pse, por ndjeva diçka që nuk më pëlqeu. Nuk e kuptoj se përse më prek kështu, por lotët më ranë pa mundur t'i ndaloj. Lëndrimi e shikoi me vëmendje, duke përpiqur të kuptonte thelbin e situatës. Ai e dinte se ndjenjat e njerëzve janë të ndërlikuara dhe shpesh nuk janë logjike. Dolce nuk donte të akuzonte askën, por një ndjesi e fuqishme kishte shpërthyer brenda tij. "Dolce. Ndoshta është thjesht ndjesi," i tha lëndrimi me qetësi. "Ndonjëherë ne interpretojmë gjëra që nuk janë aty. Nuk do të them gjëra që mund të të lëndojnë pa pasur fakte." Dolce e kuptoi se lëndrimi po përpiqej të qetësonte situatën, por zemra e tij akoma dridhej. Por nuk di çfarë të mendoj. Lim, ai nuk e pranon se ka diçka me Alben. Thot se nuk ka asgjë, por unë e pash me sytë e mi. Nuk e di si të reagoj, lëndrim. Lëndrimi ju afrua dhe vendosi dorën mbi supin e Dolce, një shenjë e thjeshtë mbështetjeje. "Dolce, duhet të bisedosh me Limin. Heshtja vetëm sa do të rrisë dyshimet dhe dhimbjen. Ndonjëherë njerëzit nuk kuptojnë se veprimet e tyre interpretohen nga të tjerët ndryshe. Por nëse i tregon ndjenjat e tua me sinqeritet, gjithçka mund të qartësohet." Dolce e kuptoi logjikën, por zemra e tij ishte ende e trazuar. Ai e dinte se Limi ishte mik i ngushtë dhe ndjenja e xhelozisë nuk ishte e drejtë, por ajo ishte e pamundur të mohohej. Lotët e dolën sërish dhe ai përkul kokën, duke marrë frym thellë. "Do të flas me të," tha Dolce me një zë të dridhur. "Por nuk di nëse do ta kuptoj ndjenjën time. Nuk dua që ai të mendoj se po akuzoj ose paragjykoj. Thjesht nuk dua të humbas atë që kemi." Lëndrimi e shikoi thellë. Asnjë marrëdhënie e fortë nuk thyet nga një moment keqkuptimi. Por duhet guxim të jesh i sinqert. Dhe shpresoj të kuptosh një gjë, ndjenjat nuk janë faji yt. Vetëm tregon se sa shumë të rëndon lidhja juaj me të tjerët dhe sa kujdes ke për marrëdhënien tuaj. Dolce u ndal për një moment, duke ndjerë ngrohtësinë e fjalëve të lëndrimit. Ai mori frym thellë dhe i tha vetes se do të ishte i sinqert me Limin. Lotët vazhduan të rridhnin, por tani ishin jo vetëm të dhimbshme, por edhe një çlirim, një hap drejt qartësisë. Dolce u drejtua drejt Lim, i cili po qëndronte larg, dukshëm i pavetdijshëm për trazimin e brendshëm të Dolce. Ai ndjeu një val pasigurie, por vendosi që të mos largohej. Kur u afrua, Lim e pa dhe ngriti një vetull, sikur të pyes pa fjalë. "Lim, duhet të flas," nisi Dolce, zëri i dridhur, por i vendosur. "Kur pash ty dhe Alben, ndjeva diçka që nuk më pëlqeu. Nuk e di nëse është e drejtë, por ndjeva xhelozi. Lotët nuk janë për Alben, por për frikën se mund të humbas atë që kemi." Lim e shikoi me habi. Nuk e priste këtë ndjesi, por e kuptoi menjëherë seriozitetin e Dolce. "Dolce,
Nuk ka asgjë midis meje dhe Alben. Nuk ka asgjë për të cilën të shqetësohesh. Por faleminderit që e the këtë. Ndonjëherë nuk kuptojmë se si veprimet tona perceptohen nga të tjerët. Ti je i sinqert dhe kjo tregon sa shumë kujdes ke për marrëdhënien tonë. Lotët e tu nuk janë të kota. Ata tregojnë vetëm sa të rëndon kjo. Dolce ndjeu një lehtësim të madh. Ai e kuptoi se ndjenja e tij ishte e vërtetë, por nuk ishte për gjë reale mes Lim dhe Albes. Ishte një reflektim i dashurisë dhe kujdesit që kishte për marrëdhëniet e tij të çmuara. Ata qëndruan aty, duke marrë frymë së bashku, duke ndjerë se çdo keqkuptim mund të qartësohet përmes sinqeritetit. Dhe Dolce, megjithse ende me lot në sy, ndjeu se zemra e tij ishte më e lehtë. Ai mësoi se ndjenjat nuk janë gjithmonë faji, dhe se biseda e hapur dhe e sinqertë është çelësi për çdo marrëdhënie të fortë.